U promovua sot libri me titull Profesor Hasan Tassini, ku trajtohet njëri prej figurave më të ndritura të shqiptarëve të Çamërisë dhe të rilindjes shqiptare, shkruar nga doktor Laurent Bica. I pranishëm në promovim ishte edhe kryetari i Partisë për Drejtësi dhe Unitet Shpëtimi Drizi, i cili pasi shpreh vlerësimet e tij për këtë ideolog të rilindjes, njoftoi edhe punimin mbi projektin e ndërtimit të një shtëpie muze për të. Hasan Tassini ishte jo thjesht ideolog i rilindjes sonë, por ideologëve të kësaj rilindje. Ne kemi kërkuar qeverisë shqiptare dhënien e fondeve për ribërjen e shtëpisë muze të Hoxha Hasan Tassinit. Fondet janë dhënë dhe ne tashmë po bëjmë projektin. Mëtej Idrizi u fokusua edhe në kërkesën e partisë së tij për ngritjen e varrezave monumentale në fshatin Klogjer për respektimin e 2600 viktimave të pafajshme. Po kaq e fortë ka qenë kërkesa jonë për ngritjen e varrezave monumentale në fshatin Klogjer. Ne nuk mund të harrojmë, është pjesë e kulturës, është pjesë e memores tonë, ndoshta të dhimbshme, por mbas dhimbjes ne nëpërmjet 2600 viktimave të pafajshme, gra, pleq dhe fëmijë, ne marrim forcën tonë. Ne marrim forcën tonë për ta quar drejtësinë për çështjen Çame aty ku meriton, në të drejtën historike, në drejtën pronësore, në drejtën e rikthimit të Çamëve në tokat e tyre.